Një aksident i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e një 39 vjeçare është regjistruar mëngjesin e kësaj të diele në aksin rrugor Levan-Tepelen. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 7:20 minuta, pranë kryqëzimit që lidh fshatin Varibob me autostradën. Burime bëjnë me dije se një automjet tip Kia që drejtohej nga 39 vjeçarja Nertila Abazaj, në momentin kur ka dalë nga rruga e fshatit Varibob për të futur në autostradë, është përplasur me një furgon mallrash tip Mercedes-Benz, i cili po qarkullonte në këtë aks rrugor. Përplasja ka qenë shumë e fortë dhe si pasojë drejtuesa e automjetit ka humbur jetën në vendngjarje. Automjeti që ajo drejtonte është shkatërruar pothuajse plotësisht, ndërsa është dashur ndërhyrja e forcave zjarrfikse për të nxjerrë trupin e pajet nga makina. Nga aksidenti kanë mbetur të plagosur dhe drejtuesi i furgonit, shtetasi Pëllumb Muska, si dhe pasagjeri në këtë automjet. Ata janë transportuar në Spitalin Rajonal të Fierit për të marrë ndihmën mjekësore dhe sipas autoriteteve ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Paraprakisht, dyshohet se shpejtësia e lartë e furgonit, por edhe një futje e gabuar në autostradë nga ana e automjetit Kia mund të ketë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Megjithatë, rrethanat e plota të ngjarjes pritet të zbardhen nga ekspertiza e grupit hetimor.